pas asaj që dëgjuam nga kryeministri që nuk jep mundësinë SPAK-ut të vijojë me një mas tjetër sigurie për Belinda Ballukun, çfarë shqetësimi është duke reflektuar në fakt? Ju thatë ka marrë kryetari gjykatësor, do të thonë ka marrë kryetari i majorancës iniciativën. Nisëm, sepse përpashë ato fotot që nuk janë të hershme. Po, vazhdojmë shfaqjen, me shall në kuq. Tregon vullnetin partijak për të shërbyer. Dhe unë shoh që meraku i kryetarit të gjykatës së lartë nuk është gjendja aktuale, sepse ka vite që kemi ka këta probleme që prokurori gjyqtari i përmendën në detaje. Por është ajo çfarë pritet të ndodh. Është ajo që vetë Rama lajmëroi. Është ajo që edhe e dekonspiroi, le të themi, pavetdia e kryeministit që jo është velia, është beqja, filloi të marrin mbrojtje dhe ata që gjenden në qeli pra shokët e grupit dhe mosvajtjen e Ballukut t'i bashkohet ekipit parlamentar në qeli. Njëkohësisht ka ajo që unë kam thënë dhe përsërisht se do ketë të tjera kërkesa që shkojnë nga struktura e posaçme në parlament nga majoranca për heqje imuniteti. Pra po paraprin ky vendim, po paraprin. Njëkohësisht, përveç kësaj, kolektivizimin e burgut. Edhe lajmërimet e tij për ndryshime ligjore në 242, edhe gjykata e lartë për të unifikuar këtë praktikën që të dalin disa ose të tjerë që lajmërohen për të shkuar, të jenë të lehtësuar, mos shkojnë deri tek afazi, dhe duke parë vëmendjen e këtyre detajeve, se më ndjes më nis një mik që ka qef detajet, një foto shumë interesante që ka të bën kanë edhe me Sadushin, me që jemi tek u poja përcjell redaksisë pase ti vete në ekran. Po. Se derisa daljen do Sadushi si merakli i vettingut dhe i reformës, aty do të dalë, se ai ishte reformë, ishte instrument për t'ia dhënë duart e Ramës për të kontrolluar pushtetin e drejtësisë totalisht. Unë kam. Kjo është kjo foto Basir. Po, ka qenë një takim para, sa më shoh një orë aty, është edhe një foto tjetër ku duket më e qartë, po një orë ta njohusit të këtyre rendive interesante, më thonë që ka një çmim 2 shifror në euro. Hublot, duket. Dhe nuk besoj se kryetari i gjykatës lartë ka bën falso, po nëse është 10.000 euro, sot paguhen shumë, ai mbase duhet ta ketë deklaruar, sepse besoj ligji për deklarimin sende me vlera të kësaj natyre duhen deklaruar, po ne kujtojmë Sanaderin. Për 1 orë 10.000 euro shkojnë burg. Po, vërtet është. Pra nëse i referohen pikërisht sa Gruevski për një makinë Benz. Po. Them që t'ia shtoj edhe këtë unifikimit të kontrollit të pasardhësisë së figurës, besoj edhe këtë flesh, nëse jam tërësisht i bindur që ai nuk e ka imitacion, sepse duket edhe nga foto. Nga statura e tij. Pavarësisht kësaj. Pra ajo është për të jashtuar dekorit të kësaj. Domethënë, për të kuptuar edhe publiku. Pra, përpiqet të ndërtohet një mur paraprak për të shmangur ato që mund bëhet nesër, sepse ajo që ne kuptuam në rastin e Belinda Ballukut nga ana e kryeministrit, nuk që vetëm mbrojtja e saj, por tashmë u krijua një shteg sado i vogël dhe i zbet që drejtësia të mbrihet tek kryeministri. Duke ndodhur një element shtesë që them unë, pak nga informacionet që kam. Rama ka marrë kohë në ekstrem për shpëtuar deri tani Belinda Ballukun nga arresti me burg, sepse struktura e posaçme janë tërësisht i bindur jo thjesht teorikisht, por edhe nga gjëra që di që do të depozitojë kërkesë të dytë shumë shpejt me një akuzë tjetër të rikualifikuar, me prova të tjera që janë shumë të rënda. Kam thënë që do shkoj te korrupsioni fillestar. Imuniteti sërish nuk jepet. Ka prova aty, ka sepse këtu më sa duket mbetet vetë flagranca. Korrupsioni në flagrancë dhe është arrestim. Nuk është thjesht çështje korrupsioni, është grupi strukturar kriminale, është organizatë kriminale. Mund shkojmë edhe te cenimi i sigurisë kombëtare për cilat ka prova në atë dosje. Unë kam thënë që ka edhe materiale nga Sky. Pra ka aq shumë materiale që nëse puseta do të hapet, nuk ka kërkesë më vetëm për Belinda Ballukun, por ka për Edi Ramën. A mund shkojmë në te epizollimi i kryeministrit? Në të hetime jo vetëm për Belindës, por edhe të vjetra, sepse i ka pasur poseta shokut kryeministrit ka te call centrat. Harrojmë që para 2 ditësh media italiana solli sërish Olsi Rama në vëmendje për këtë histori. Te akshi është deputet të Partisë Socialiste me shumë peshë. Po, te akshi është përmendur pak më shortje. Në prezant pak Basir, sepse gazetarja Ambrozia Meta nga Suri Televizion ka pyetur Komisionin Evropian për çështjen Ballukut dhe vendimin e grupit të PS-s. Përgjigjja është, unë kam në anglisht, por përkthej, nuk komentojmë për çështje